Ngjarja në Zvërnec ka marrë një tjetër kthes pas reagimit publik të ish-banores së Big Brother VIP Gerta Shino. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo pretendon se ka identifikuar një prej personave civil të përfshirë në episodet e tensionit. Sipas saj, personi në fjalë është roje i një kompanie dhe quhet Gerald Biba. Shino shkon më tej duke pretenduar se i riu ka qenë më herët i njohur edhe në konkurse bukurie në Durrës, ndërsa e cilëson të papranueshme përfshirjen e personave privat në një situatë të tillë ndaj qytetarëve që protestojnë për pronat e tyre. Këto pretendime mbeten ende të pakonfirmuara nga burime zyrtare dhe deri tani nuk ka një reagim publik nga kompania apo nga vetë personi i përmendur. Ish-banorja Big Brother VIP ka bërë gjithashtu thirrje për bojkot ndaj kompanisë së sigurisë private, si dhe për një reagim më të gjerë qytetar lidhur me ngjarjen. Sipas saj, ajo që ka ndodhur në Zvërnec nuk mund të kalohet në heshtje pasi prek drejt për drejt mënyrën se si trajtohen qytetarët që protestojnë për të drejtat e tyre. Deri në publikimin e këtij raportimi, Policia e Shtetit apo Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë nuk ka ndalë ende me një njoftim zyrtar për të sqaruar rrethanat e plota të incidentit, identitetit dhe statusin e personave civil të përfshirë, si dhe nëse ata kanë qenë pjesë e një kompanie private sigurie apo kanë vepruar me ndonjë autorizim konkret. Ngjarja ka rihapur edhe një herë debatin mbi projektin turistik në zonën e Zvërnecit dhe Pishporos. Në këtë zonë parashikohet ndërtimi një resorti gjigant turistik. Një projekt që është lidhur në raportime publike me struktura investimi ndërkombëtare ku përmenden Jared Kushner, Ivanka Trump si dhe investitor nga Katari. Projekti është kundërshtuar nga banor, aktivistë dhe pretendues pronash, të cilët ngren shqetësime si për çështjet e pronësisë, ashtu edhe për ndikimin në një zonë me rëndësi mjedisore. Përplasja e shoqëruar me pamje të rënda dhe akuza për ndërhyrje të personave civil pritet të shtojë presionin publik ndaj institucioneve për transparencë të plotë. Në pritje të një reagimi zyrtar, pyetjet kryesore mbeten: kush ishin personat civil të përfshirë në përplasjen me protestuesit, me çfarë statusi ndodheshin në zonë, a kanë vepruar si punonjës sigurie private dhe pse nuk u sqarua menjëherë situata nga autoritetet përgjegjëse. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.